Po, jemi live. Përshëndetje miq të Kub, që s'jemi parë të dëgjuar, na mblodhën zgjedhjet, apo jo Meti? Po, erdhëm. Ç'a Po ti vinë bëjmë tani? zgjedhjet, po vim dhe ne me votat. Duhet ta shkundim edhe ne votën, kështu që edhe në Kubi u shkund nga kjo situatë dhe tha, okay, it's time, më shkoa tani të bëjmë pak muhabet politik, por si që jemi ne të Kubi gjithmonë, do përpiqemi të tregojmë të qartë edhe të paanshëm, le të themi, edhe pse politika është shik e vështirë të jesh i paanshëm, po kemi menduar sot për shembull që të shohim programet elektorale të partive më të mëdha në vend, edhe me qenë se jemi edhe në prag zgjedhje, siç e tham, të dielën datë 11 maj votohet, do ndajmë pak nga këto programe, ndoshta pak edhe një analizë tonën apo një, le të themi, një përshkrim të shkurtër që ne mund të bëjmë nga njohuritë tona në fusha të caktuara, po edhe nga thjesht duke i kategorizuar në disa fusha të caktuara, çfarë mund të marrim nga këto programe elektorale, ndoshta mund të na ndihmojnë edhe se si votojmë në fund. Para se të fillojmë aty, unë dhe Meti kemi votuar nga jashtë. Për herë të parë vota nga diaspora është bërë realitet, fal punës diaspora për Shqipërinë e Lirë që i përshëndesim të dy këtu me shumë miq që shumë ne kënaqësi, kemi aty. Mua më duhet ta them që unë kam votuar për herë të parë në fakt kësaj radhe, nuk kam votuar asnjëherë më përpara, sepse nuk më është dhënë mundësia, domethënë, edhe pse kam pat mundësi të votoj që më shumë se 10 vite, dhe kjo është hera e parë. Dhe patjetër nuk është se është vetëm diaspora për Shqipërinë e Lirë që e ka bërë të mundur këtë, ata kanë qenë ndoshta aktori kryesor në këtë telenovel të madhe, po që bravo qoftë, domethënë, sepse është realisht e paimagjinueshme që të vinë nga shteti shqiptar zarfi të derë shtëpisë, ta votosh, pastaj të marrësh telefon postieri që të vi të marrë zarfin ose ta çosh te vet. Është me vërtet një shërbim i pa menduar më parë. Absolutisht, është një frut i disa viteve mundim edhe betejave ligjore që ky proces të realizohet, edhe ne jemi më se me fat, domethënë, që ky proces shkoi mbar këtë herë. Edhe unë njësoj si ty me ti më erdhi posta në derë, mu desh disa ditë votoja, ndoshta më shumë se një javë, po mendohesha fillimisht, okay, hajde t'i shohim mirë këto kandidatë që kemi këtu, mund të fillohemi pak më tej këtu, edhe pas të angazhimeve të mia s'kisha ku ta bëja me njëherë, do kisha qejf ta bëja direkt dhe ta çoja. Votova edhe shkova vetë aty personalisht për ta dorëzuar. Po. Ndjenjë shumë e bukur. Domethënë shpresojmë që gjithë ky frut apo gjithë ky proces që është realizuar, më duket janë të paktën 200.000 vota që shkojnë në fund, domethënë të regjistruar janë ndoshta diku te 250.000, mos të gabohem, se ishte një numër gati 300.000, mirë po një pjesë ishin të refuzuar. Gjithsesi, le të themi që në fund një pjesë e vogël ndoshta nuk votojnë nga ata që kanë të drejtën e votës dhe janë regjistruar, po pjesa më e madhe votojnë dhe janë të paktën 200.000 vota, që këto mund të përkthehen më shumë se disa mandate, le të themi, në këto zgjedhje parlamentare. Patjetër, po. Si të duk ty ky proces? Po, unë të them të drejtën, mendoj që do është infrastruktura e tillë që ne të shikojmë edhe pasi të bëhet numërimi se sa nga diaspora kanë votuar, në cilat rajone, kujt ja kanë dhënë më thet tash. Edhe mendoj që do jetë një statistikë goxha interesante dhe shpresoj shumë realisht që pjesëmarrja të jetë shumë e madhe, domethënë shpresoj shumë që numri i zarfave të numëruar të jetë shumë afër me numrin e personave që janë regjistruar dhe që është aprovuar, sepse në të kundërt është një kosto e tepërt ndaj administratës, është një kosto e tepërt ndaj shtetit shqiptar, dhe jo sepse diaspora nuk e meriton domethënë atë kosto, po sepse është thjesht gjunaq që një zarf domethënë të bëj të përgatitet, të vej aq larg dhe pastaj të mos kthehet dot e të mos numërohet dot, domethënë është realisht gjunaq që ato lek të shkojnë dëm, jo sepse nuk i meriton diaspora domethënë. Unë mendoj se në rastin më të keq, përfaqësimi me vot nga diaspora do jetë shumë i lartë se përqindja e pjesëmarrësve në Shqipëri. Domethënë, nëse historikisht, nuk e di, ne në Shqipëri kemi qenë në zgjedhjet përgjithshme te 50% votuesve që kanë marrë pjesë në zgjedhje. Po, dhe sa vjen ka qenë në rënje, po. Po, domethënë, po themi në një vit
të mbar është 60% në Shqipëri pjesëmarrja, që duket që është pak shumë e e lartë, vështirë, po. po. Ka goxha zgjedhje që se ka kap 60%, ka më shumë se 10 vjet. Jam fort i bindur, duhet pritur domethënë edhe disa ditë, po jam fort i bindur që pjesëmarrja nga diaspora duhet të jetë të paktën 80% e të regjistruar. Do me thënë ti po thua të paktën 200.000 nga 250.000 zarfa do mbërrinë dhe do numërohen. Po, do me thënë 80%, nuk e di shifrën eksakte tani të sa zarfave janë dërguar. Po ajo do jetë shumë mirë, do me thënë, nëse është një shifër e tillë, unë mendoj do jetë arritje i gjithë si proces. Besoj se ka qenë pak neglizhencë në disa zona të caktuara, do me thënë dëgjova edhe diskutimet ditëve të fundit për pjesëmarrjen në Greqi, do me thënë bëhet fjalë që shumë prej shqiptarëve që mund të jenë në ca ishuj të caktuar duhet të jenë goxha më para me kohën se ata që votojnë nga Athina, themi. Kështu që duhet të jenë relativisht më të shpejtë që ta nisin të paktën 3-4 ditë nga përfundimi i votimit, domethënë në Shqipëri. Dhe 3-4 ditë e rrezikon, domethënë, sepse edhe mund mos shkojë vota. Mund të mos shkojë në kohë. Kështu që le të shpresojmë që të gjithë ata që kanë pas mundësi dhe dëshirë të votojnë, të kenë votuar në kohë dhe votat të shkojnë në Shqipëri. Po. Edhe mendoj që edhe këtu ka një pikë, një lloj disavantazhi të vogël votuesi diasporës, sepse i duhet që ta vendos për votën e vet më përpara se sa ata që votojnë aty në Shqipëri, domethënë, edhe mendoj që ti për shembull the në rastin tim që unë më erdhi zarfi dhe u evonova pak atë procesin e votimit, sepse është edhe muaji i fushatës, është muaji i fundit edhe ti do që të kesh sa më shumë informacion dhe në mënyrë ideale do që deri ditën para zgjedhjeve, që është heshtja zgjedhore, domethënë, deri aty të kesh atë informacionin maksimal, se ku i dihet del një skandal, del një gjë, ato fushata ka goxha dinamika edhe prandaj pret pak do të shikosh në një debat se si do zhvillohen, si do diskutojnë palët. Nga ana tjetër pastaj thua që okay, nuk është se pati dhe ndonjë rëndësi shumë të madhe kjo fushata, se me që do kalojmë të diskutojmë edhe pak fushatën e programet. Unë mendoj që e kanë përmendur shumë shpesh këta gazetarët që flasin që nuk ka debat politik, dhe kjo është realisht për të ardhur keq. Është realisht për të ardhur keq sepse mendo ke partitë e mëdha që njëra është më e madhe se tjetra dhe nuk pranon të shkojë në debat me më të voglën sepse mendon se do e faktorizojë. Dhe partia e dytë pastaj që ankohet që partia e madhe nuk e do në debat, për vete nuk do që të bëj debat me partitë e tjera më të vogla apo të reja, pse? Sepse mendon se dhe ajo është del në faktorizimin e këtyre partive. Po. Edhe për fat të keq nuk është se ka patur shumë dinamik, shumë grind fushata. E vërtet, do me thënë, kjo na çon pak edhe te programet, po edhe te partitë, do me thënë që ne do i prekim pak, sepse kur e mendon, ne sot do diskutojmë, po themi, rreth 5 partive që mendohet se mund të kenë 95% e elektoratit në Shqipëri. Flasim PS, PD, ndoshta e kanë 80% e elektoratit shqiptar, të paktën edhe më shumë. Edhe pastaj kemi 3 lëvizja apo grupime të reja, Partia Mundësia, Lëvizja Bashkë edhe Shqipëria Bëhet, që sipas sondazheve të javëve të fundit, domethënë janë një faktor i vogël, domethënë krahasim me dy partitë e mëdha, por prapë janë një faktor që muajt e fundit kanë qenë aktiv dhe janë në rritje dhe ndoshta kanë një farë elektorati që mund të përkthehen në mandate. Çka e kam parën si shqetësuese, domethënë është që për gjitha partitë nuk është se ka pas një strukturë të mirëfillt që kandidatët e gjitha partive të njiheshin me muaj më përpara. Domethënë do ishte bukur sikur kandidatët që janë aktiv, ku e diun për zonën e Beratit në rastin tim, apo të Vlorës, apo të Tiranës, e kështu me radhë në gjitha qarqet, të kenë disa muaj aktivitet, ku të paktën të lëvizin, të takohen me njerëzit, siç e the ti, ndoshta të bëjnë debate politike, ku të flasin pak më tepër rreth personit të tyre, domethënë çfarë mund të sjellin ata ndryshe, pse po kandidojnë, çfarë i shtyn ata të përfaqësojnë një zonë të caktuar nëse fitojnë, edhe të paraqesin pak edhe programin e partive. Mirë po, kjo pjesa e dytë që është programi partive, të gjitha partitë e kanë lançuar programin shumë vonë. Domethënë nuk e di nëse është e lidhur pak a shumë edhe me formatin e fushatës në Shqipëri, nuk e di sa rëndësi reale kanë programet, domethënë, po partitë e mëdha e kanë lançuar programin më e herët, po themi në mars, pjesa tjetër në prill.
ne votojmë në maj, si mund të dali 1 apo 2 muaj më herët vetëm programi. Mua më duket pak kandidatët nuk e di në fakt janë shpallur kur ka qenë afati i fundit për zgjedhje dhe nuk e di ka qenë 2 ose 3 muaj para datës së zgjedhjeve. 2 muaj është shumë pak. Edhe unë mendoj që është shumë pak. Po edhe 3 muaj prapë është shumë pak. Sepse në rastin tim e mora të zarf, e mora fletën e gjithë kandidatëve në qarkun e Peratit. Domethënë nuk ke ku i kërkon këto emra. Ke shumë prej këtyre që unë po përpiqesha t'i kërkoja, domethënë në ndonjë rrjet social, në një Google, apo e di unë kush janë dhe çfarë përfaqësojnë, një pjesë e tyre nuk e gjeja dot. Patjetër, unë mendoj që 2 muaj apo dhe 3 muaj përpara është shumë pak, po që kjo mendoj ka të bëjë me partitë politike më shumë se sa me sistemin zgjedhor. Se KQZ-ja që përcakton të gjithë kuadrin ligjor se si kryhet fushata, zgjedhjet, koalicionet të gjitha, ka vendosur ca afate. Po kjo nuk do të thotë që ti duhet ta shpallësh kandidatin apo duhet të shpallësh kandidatët fiks në orën para se të mbyllet afati. Thjesht partitë detyrohen, domethënë, që ta vonojnë atë më saktë detyrojnë që ta shpallin atë moment, sepse kanë ato dinamikat e tyre të brendshme, mendoj, të strukturave, të politikës, që nuk duan t'i shpallin kandidatët me njëherë, sepse ndoshta u bie suporti brenda partisë, ndoshta humbasin elektorat, edhe mendoj që thjesht ndjekin legjislacionin dhe janë të detyruar. Kështu që unë mendoj që këtu në një farë mënyrë duhet janë partitë ato që e kanë përgjegjësinë për një mungesë organizimi në kohë më të hershme se sa sistemi zgjedhor, domethënë. Jam shumë dakord, domethënë, sidomos këtë vit që u bë e mundur edhe vota e diasporës, duhej pak më aktivitet i hershëm që të lançoheshin të gjitha këto programet apo edhe figurat e kandidatëve të ishin pak më transparent në kohë më të shpejtë. Domethënë do e bënte këtë proces të paktën për ne nga jashtë më të bukur, më të mirë. Domethënë të ishim edhe ne më të mirë informuar, edhe pse ata që janë në Shqipëri nuk është se kanë ndonjë avantazh ndryshe, se po e njëjtë situatë vazhdon, domethënë thjesht bëhet 1 ose 2 mitingje në qytet ku i shikon të paktën si fytyra, këto janë ata që janë kandidat, paktën jam i qartë ku janë, bajnë ndonjë fjalim të shkurtër aty edhe kaq. Po, është e vërtetë. Po, me kaq sa kemi, prapë mendoj që kemi kohë mjaftueshëm për të bërë një gjykim, edhe unë të them të drejtën nuk mendoj se ne në përgjithësi jemi të prirur që të shikojmë ne si shqiptar, domethënë të shikojmë programet me detaje, t'i analizojmë dhe t'i marrim për bazë për gjërat që ata thonë. Megjithatë unë mendoj që programi më e keqja është një mjet që ti të kuptosh, a ka ndonjë gjë që realisht nuk shkon me këtë, me po themi vijën e mendimit të kësaj rrymë politike apo të këtyre njerëzve apo jo. Edhe unë prandaj mendoj që programi duhet parë të paktën për të identifikuar ndonjë red flag, ndonjë gjë që realisht mund mos shkojë me këtë grup individësh. Mendoj se kjo ka ardhur pak edhe duke qenë se s'kemi pas parti politike të mirëfill, të djathta, të majta, të mesit, le të themi liberale, ku e diun djathtë ekstreme kështu me radhë, domethënë siç janë partitë politike nëpër Europë, ku ti e di që kjo parti është konservative, kjo është e majtë, kjo është e djathtë, edhe pak a shumë nëse ke bindjet e tua si individ, apo ndoshta edhe si përfaqësues politik për më vonë, që je person me bindje të djathta për ekonominë e hapur të tregut për shembull, s'mund të bësh pjesë e një partie të majtë. Kështu që duke qenë se ne kemi pas gjithmonë këto koalicionet disa vite më përpara që s'bënin fare sens, do një parti e majtë bën një koalicion me parti të djathtë vetëm për të mposhtur një tjetër, edhe në fund të bëhet një çorp, domethënë që s'bën sens fare një program politik, se këto ndjekin siç ju thot koka, domethënë interesat e tyre dhe ecim, vazhdojnë. Domethënë ti mund të kesh pasur koalicione partitë majtë djathtë, ku partia e majtë po themi Lëvizja Socialiste për Integrim, pas 2, 3, 4 ministri në qeverisje me PD-n. Po, ka qenë të qeverisja 2009-ës, kishte 4 deputet dhe 3 ministri. Një prej tyre ishte Ministria e Ekonomisë. Po, edhe ata do me thënë nuk puqen, do me thënë kanë qasje shumë të ndryshme për ekonominë, edhe ti janë lënë dorë, një partie me 4 deputet, po. Për te asajt, ato ishin rrethana, po ti, si elektorati djathtë, jenë pushtet dhe thua, unë kam votuar sepse dua këtë lloj taksimi, dua këtë lloj ekonomie të hapur tregut, dua këtë lloj
mbështetje nga qeveria, mirë po këtë ministri në fjalë e merr një lëvizje e majt dhe ata ndoshta ndjekin atë qasjen e tyre të ekonomisë të rregut, edhe ndoshta kjo ka sjell pak që ne s'kemi qenë shumë rigoroz të programeve elektorale. Si mendoni? Unë mendoj që mund ta ulim edhe pak më shumë nivelin e bisedës. Nuk është se duan t'ia di njerëzit për programe valla. Jo ka qenë si do shpërndajmë pushtetin, ç'a do marrësh ti, ç'a do marr unë nga kjo pjesë e tortës apo e tepsisë, sepse edhe kur u bën, dhe kur ju dhan për shembull disa ministri Lëvizje Socialiste për integrim në 2009, çfarë bëri PD-ja? Bëri një ristrukturim të brendshëm të këtyre ministrive dhe një pjesë e drejtorive që ishin tek këto ministri kaloi në drejtorira të tjera. Dhe për shembull ishte ta zëm ja fuskote Ministria e Ekonomisë, ishte drejtoria e përgjithshme e metrologjisë, drejtoria që merrej me peshamatje. Te di se ka punuar te babai im dhe ata merreshin me kontrollin e kandareve, të peshoreve nëpër biznese, po edhe me kontrollin e për shembull macave tek pikat e karburanteve, që ti të shkoje nëse ti fut atë pistoletën edhe hedh 10.000 lek naftë, hedh 5 litra, është realisht 5 litra apo jo, e kupton? Po dogan, edhe dogan, apo jo? Nuk e di, edhe dogana besoj e kanë ristrukturuar, por nuk ka qenë te kjo metrologjia dhe çfarë ndodhi për shembull sektorin e këtyre karburanteve, që ishte sektori që kishte goxha dhe më shumë korrupsione të gjitha, ata e kaluan në një drejtori tjetër, drejtori e hidrokarbureve, e kaluan në një ministri tjetër për shembull, që ky si pushtet, thjesht ky si pushtet mos t'i jepej Lëvizje Socialiste për integrim. Kështu që ajo që mendoj unë deri në fund është që këtu nuk bëhet fjalë për çështje programesh, po megjithatë prap mendoj që ja vlen që ti hedhim një sy pak programe që edhe ti je ekspert në këtë fushë. Do me thënë, mendoj se e para jam komplet në të njëjtin mendim si ty, ndaj të njëjtin qasje që njerëzit nuk duan t'ja dinë vëlla, njerëzit shohin interesat e tyre të ngushtë dhe shkojnë me atë forcë politike që i mbështet. Ka raste specifike, do me thënë, që kandidat X i është premtuar që do jetë pjesë e elektoratit të majt për shumë, ata se kanë vënë në listë, ky është mërzitur e thotë diçka, unë po shkoj te djatha se ata ma hapin një vend aty. Domethënë këto janë ato qasjet që kur ti ke figura që kandidojnë për të përfaqësuar ty, me këtë lloj bindje politike ti thua s'ka shumë sens të shohim programet, por siç e the edhe ti, vetëm për ta identifikuar disa lëvizje apo disa qasje të paktën të ekonomisë, aspekteve sociale të shoqërisë, shëndetësia, arsimimi, bujqësia, turizmi, domethënë që janë disa nga sektorët më të rëndësishëm për ekonominë shqiptare. Ne këtë bëm, i pam këto 5 programet e partive të mëdha, edhe tham po i ndajmë pak me ju, thjesht për të krijuar një ide për çfarë po flasin këto parti politike. Gjëja e parë që vura re ishte që partitë e reja i kishin lançuar programet e tyre më herët se Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. Partia Socialiste ndoshta nga që është edhe në pushtet e ka pak më të qartë se çfarë rrymë ndjek. Domethënë ndoshta është pak më e qartë edhe për individët që votojnë jashtë apo brenda vendit se në çfarë linje është. Partia Demokratike kishte unë e pata pak më të vështirë ta gjej programin elektoral të Partisë Demokratike, kishte në website-in e tyre një aspekt ku thuej programi zgjedhor, mirë po ishte thjesht më tepër një letër e hapur për publikun se pse duhet ata ta votojnë PD-n, po nuk ishte një program i mirëfill. Kërkova pak më tepër, u interesova dhe gjeta disa copsa që janë këto si tip flyer, si tip fletushka që ata japin në rrugë, po. Edhe aty, do me thënë, i kanë lançuar pikat kryesorë të programit tyre. Unë them t'i ndajmë këto, një nga një, t'i analizojmë pak, edhe qëndrojmë në disa pika. Mund t'jemi edhe pak komik me disa nga to, se ca premtime s'bëjnë fare sens, po si që tham, nuk do sulmojmë një apo një tjetër. Fillojmë me Partinë Socialiste, apo jo, është partia më e madhe në vend, është partia që qeveris, nuk do japim shumë kohë, se paka shumë gjithë e dim se ku qëndrojnë. Qa më bën më përshtypje është që programi tyre titullohet Shqipëria në BE vetëm me Edi Ramën 2025-2030. Program zgjedhor, domethënë zgjedhjet janë apo mandati i ardhshëm është 2025-2029. Programi i PS-s nuk e anashkalon fare që mbarojnë zgjedhjet apo mbaron mandati në 2029, do thonë
me ne në 2030 jeni në BE. Mua më bën shumë përshtypje që ti anashkalon fare faktin apo e merr kështu si të mirëqenë që nuk bëhet fjalë për 2029, por ne jemi këtu edhe më vonë, domethënë nëse ju na doni ne në pushtet. Po, unë mendoj që kjo Më lejo, do ta lexoj siç është fiks. Procesi i antarësimit në BE. Do të përfundojmë negociatat me Bashkimin Evropian brenda vitit 2027. Do të sigurojmë antarësimin e Shqipërisë në BE brenda kësaj dekade. Po, unë mendoj që normalisht nëse Shqipëria do të hyjë në 2030-ën, do jetë pranuar përpara zgjedhjeve të 2029, sepse nëse hyjnë për shembull në 1 janar 2030-ën, do jetë pranuar goxha më përpara. Kështu që mendoj që njerëzit janë kapur pak, ndoshta janë provokuar vetë nga kjo insinuata që shkose PS-ja po pretendon edhe fitoren e zgjedhjeve, po që në përgjithësi unë mendoj, po të mendosh këtë, ata dy pika kanë kryesore që i kanë edhe tek artikulimi i tyre politik. Është e para hyrja në BE, që shikose ne bëjmë më mirë nga të tjerët e të gjitha dhe nuk dua t'i futem si diskutim, dhe e dyta kanë drejtësi. Duam të sigurohemi që drejtësia e re që sapo ka nisur dhe ka filluar, domethënë, duam të sigurohemi që do vazhdojë. Tani praktikisht nuk ka asnjë forcë që si bën dot këto të dy hapa nëse vijnë, por unë mendoj që janë edhe patjetër PS-ja ka eksperiencë qeverisë më shumë se sa të gjitha partitë tani, se s'kan aq, domethënë ndoshta ka ca figura tek PD-ja që kanë eksperiencë me qeverisje, po jo aq shumë sa një parti si PS-ja që ka 12 vjet tani, dhe me aq shumë vite sa ka PS-ja në 12 vite, unë mendoj që thjesht ata nuk kanë çfarë të premtojnë më, domethënë, e kanë shumë të vështirë, e kanë patur realisht të vështirë që të ndërtojnë një histori apo një diskurs politik që t'u premtojnë njerëzve, sepse kanë ndënë aq gjatë sa që e kanë konsumuar të gjithë atë kontributin e tyre politik, edhe tani nuk është se kanë realisht më çfarë të ofrojnë, domethënë, dhe prandaj kanë gjetë to dy pika që janë pak si edhe thjesht ideale më shumë se sa realitete që do të vijnë njerëzit. Edhe programi i tyre i ngjashëm deri diku në metodologji pak edhe me Lëvizjen Bashk, do e prekim pak më vonë. Pjesën më të madhe të programit PS-s e ke çfarë është bërë. Çfarë kemi bërë në këto vite, Lëvizja Bashk e ka si është situata aktuale, që ngjason pak a shumë edhe çfarë do bëjnë ata. Kurse PS-ja ka çfarë kemi arritur në gjithë këto vite. Nga 2013 pagat janë arritur 3 fish, pensionet janë arritur kaq, infrastruktura është bërë kaq, kemi 10 milion turistë e kështu me radhë. Domethënë janë më tepër çfarë është bërë, pjesa më e madhe dhe pastaj është si do vazhdojmë ne këtë lloj rritje. Kjo është qasja. Domethënë do të rrisim të ardhurat për frym në 15.000 euro për frym deri në vitin 2030. Këto janë të ardhurat për frym, janë GDP-ja apo jo? Po. E kuptoj, po. Domethënë është e lidhur me prodhimin e brendshëm bruto, GDP-n, po këto në fakt është Gross National Income, GNI. Që është një interpretim i GDP-s. Domethënë këta thonë, aktualisht ne jemi diku te 10.000 euro për frym. Do ta arrisim në 15.000 euro, që kjo pastaj interpretohet nga prodhimi i brendshëm bruto 25 miliard euro që kemi ne aktualisht, të shkojnë në 35 miliard euro deri në 2030. Është ambicioz, apo janë shifra ambicioze, se të gjitha këto interpretohen pastaj në rritje pagash, në rritje investimesh, që janë pak vështirë se ku do i gjesh gjithë këto para, po unë mendoj që ata si ambicie kanë thjesht duke u bazuar thellësisht tek turizmi, se po të shikosh këto vitet e fundit realisht GDP-ja është rritur, domethënë, mendoj që është rritur ndjeshëm këto 2-3 vitet e fundit, edhe është rritur, unë mendoj që është kryesisht nga turizmi, domethënë ne vetëm shërbime, hoteleri, turizëm kemi prodhuar këto vitet e fundit më shumë se sa në krahasim me vitet e tjera. Dhe mendoj që ata kanë këtë projekcion nga ky sektor. A është realist? Unë mendoj që po të ketë një menaxhim të mirë, duke e parë edhe pak situatën në afërsi, po. Domethënë nëse ka një menaxhim sustainable, të mirë, të qëndrueshëm të turizmit, që nuk është se ka thjesht egzagjerime në çmime dhe keqpërdorim të infrastrukturës, po edhe përgjegjësi qytetare, unë mendoj që është i realizueshëm. Pastaj a jemi ne ai lloj populli që të arrijmë ta mbajmë turizmin aq mirë, është pak e vështirë për t'u thënë. Unë e shoh pak ambicioze, sepse që disa shifra të bëjnë sens, duhet e ti krahasosh pak me vendet e rajonit apo me vende me ekonomi të ngjashme si ne. Nëse kalon shifrën
bëhet fjalë në US dollar, këto janë euro, në euro. Në dollar amerikan, nëse një vend ka të ardhura për frym diku te $12,000 aktualisht, nëse e kalon 12,000 plus, je vend i zhvilluar. Do me thënë, me këto shifra, mund të shtojmë diçka edhe nga inflacioni, ndoshta për 5 vitet e ardhshme, por prapë me këto shifra, Edi Rama thot ne do jemi vend i zhvilluar në 2030. Pra, unë prandaj jam pak skeptik, sepse është vështirë që të kesh gjithmonë një rritje edhe në prodhimin e brendshëm bruto, po ne kemi probleme të tjera ekonomike, sociale që mendoj se është i vështirë për t'u arritur. Është i bëshëm normal, çdo gjë është e bëshme nëse ti I futesh punës tamam, po mendoj se janë edhe faktorë të tjerë që nuk janë vetëm në dorën e qeverisjes aktuale, kështu që unë e shoh pak të vështirë. Shkalla e papunësisë është ulur, por do të ulet deri në 6% në 2030. Edhe kjo varet si e llogarit shkallën e papunësisë. Do të krijohen deri në 100,000 vende të reja pune me paga të mira gjatë mandatit të 4. 100,000 vende. Të kujton ndonjë gjë kjo që do të krijojmë mira vende pune? Po, 300,000 lëvizja socialiste për integrim me lidh metën. Okej. PS-ja thotë do krijojmë 100,000 vende të reja pune. Shumë e vështirë ta besoj. Pensioni mesatar do të arrijë 400 euro deri në vitin 2030, ndërsa pensioni minimal do të rritet në 200 euro. Kjo është pak e përllogaritur me minimumin jetik, domethënë, po këto bëjnë sens, mund të rriten, absolutisht, mirë, po duhet të rriten kontributet. Nëse ti me të vërtet mendon se do punësosh kaq shumë njerëz, është më se realizueshme se të duhen të jesh kontributet e njerëzve. Diçka në lidhje me taksimin, vazhdojnë e përmendin që do të mbetet I pandryshuar deri në 2029, pra pak a shumë një paqe fiskale për biznesin e vogël, duke ruajtur pragun e xhiros deri në 140,000 euro apo 14 milion lekë të reja në vit. Biznesi I madh do të tatuat 15%, pra do të mbetet siç janë. Këto s'po I prekim gjërat që do të mbeten, se aktualisht besoj dije. Po janë aty. Disa premtime për arsimin. Do të ndërtojmë 200 shkolla të reja. Po, mirë shkollat, po ku do gjesh nxënësat, sa mirë. Se tani Ja I bëre shkollat. Se unë e kuptoj që këto indikatorët në makro janë goxha interesant, po ta jetosh edhe pak jetën në nivel lokal, e kuptojnë që për shembull numri I nxënësave në shkolla fillore, për shembull apo nëntëvjeçare, është ulur realisht, e kupton edhe shumë. Në qoftë se unë për shembull brezi im ka qenë në klasë 7-8, kemi qenë tek shkolla ime domethënë në paralele kemi qenë 3 klasa me nga 30 nxënësa, tani është e sigurt që ka më pak se 20 klasa, 20 nxënësa për klasë, domethënë mund të jetë nga 3 mund të jenë bërë në 2 klasa fare, kupton? Po, kanë dijen arsyet, njerëzit kanë emigruar një pjesë goxha e mirë, lindjet janë ulur pak. Ama këta do ndërtojnë 200 shkolla të reja. Po pra, do ndërtojnë dhe do modernizojnë gjithsej 96 spitale, përfshirë 53 spitale të reja, dhe modernizime 53 spitale të reja ekzistuese. Po, 53 spitale të reja brenda 2030. Po, unë mendoj që kjo është komplet surreale, ose realizmi magjik I atij Garcia Marquezit, se dhe këtë e ka thënë një nga ata, po themi përfaqësuesit e Partisë Demokratike, Ilir Ali Mehmeti, ka thënë që ata kanë bërë në fakt vetëm një spital tamam të madh rajonal, që ka qenë spitali I Fierit, dhe atë e ka bërë Partia Socialiste, kur kryeministri jon ka shkuar dhe literalisht I është lutur Erdoğani, domethënë që ata ta bëjnë përpara zgjedhjeve të 2021. Dhe imagino vetëm ky është kapaciteti jonë. 53 spitale është tani. Kam 2 premtimet më të bukura për në fund. Po. Furnizim 24 orësh me ujë për Po la. Gjatë gjithë mandatit. Për zotin më kujtoa një nga ato. Do të sigurojmë. Po. Për çik të lutem se më kujtoa një nga ato siglat e premtimet të Partisë Demokratike në 2009-ën, ku thoshte që ne I premtuam shqiptarëve drita 24 orë dhe ja u sollëm, edhe ishte njëri me llastik që te uji aty dhe thoshte tani premtojmë drita ujë 24 orë. E forta është të thotë vetëm se do të sigurojmë furnizim 24 orësh me ujë për të gjitha zonat urbane
dhe 90% të zonave rurale, duke përmirësuar aksesin në ujë të pishëm, domethënë jo ujë pishëm e gjithë, po duke përmirësuar. Presim për ujë 24 orë. Dhe turizmi, rritja e numrit të turistëve. Do të rrisim numrin e turistëve në 20 milion deri në vitin 2030. Si do I rrisim, domethënë këto janë pyetje të tjera. Si mendon ti, mund t'i japin lek ta ekskursion klasë 9, hajde kemi lek edhe hajde fluturojmë Shqipëringa. Do ikim në Divjak, do ikim në Karavasta, do ikim në Kruj. Po edhe kjo, mendoj që prandaj këto indikatorët makro në ca raste nuk është se realisht e identifikojnë apo japin një indikacion shumë të prekshëm të asaj që po ndodh. Se për shembull, si matet numri I turistave që kanë ardhur në vend, e kjo është një gjë që po e diskutonin pak, ti mund thua që po matet me numrin e hyrjeve të personave që kanë bërë brenda vendit nga kjo periudhë në këtë, nëpër dogana. Jam shumë dakord që ajo është një mënyrë e mirë për të parë fluksin, po a do thotë ajo që janë turista, jo domosdoshmërisht, sepse mund të jenë, po pra, ne kemi hyrë nga 4-5 herë vjet, e kupton, edhe nëse un jam që s'jam as turist, nëse un jam 4-5 turist, pastaj po, vetë 20 milion, do hapet me kismet e aeroporti Vlorës, e kupton, do ketë më shumë qarkullim, po kjo nuk do të thotë që janë realisht turistë. Shkojmë te PD-ja tani. Në pjesën e programit të sipërmarrjes, ekonomia domethënë, ka një shtjellim goxha të gjatë, edhe pse në vlerë absolute ndoshta është 3-4 faqe, po është I detajuar, le të themi, për një revolucion të sistemit fiskal. Fokusohen kryesisht në ulje taksash. Domethënë, do vendoset takse shesht mbi kapitalin, mbi të ardhurat nga puna, domethënë në krahasim me Partinë Socialiste që sistemi aktual është progresiv. PD-ja është për një sistem taksimi të shesht. Do ulet në 10% mbi kapitalin, 10% mbi të ardhurat nga puna, me përjashtim të 50.000 lekëve të para, le të themi. Domethënë, një rrog deri në 600.000 lekë është në vit është tax free, le të themi. Zero taksim për profesionistë lirë dhe biznesin e vogël. Biznesi I vogël është ai që ka xhiron 500 euro në ditë, domethënë 18 milion lekë në vit. TVSH-ja do ulet në 15%, ka disa produkte specifike që kanë edhe më të ulët. Tarifa e rivlerësimit të pronës do ulet nga 5% në 1%. Diçka që më bëri shumë përshtypje për shembull është që taksa e shitjes së pronës do ulet nga 15% në 2%. Taksa aktuale e shitjes së pronës është relativisht e lartë. Dhe kjo ka bërë që shumë transaksione nuk deklarohen ose nuk finalizohen. Domethënë shumë njerëz nuk e shesin pronën, vetëm duke ditur që diferenca e çmimit që e shesin me atë që e kanë blerë fillimisht do taksohet me 15%. Dhe relativisht një ulje e këtij apo një ulje e kësaj takse mund të sjellë goxha më shumë të ardhura për buxhetin e shtetit, sepse do kryen shumë tepër transaksione. Domethënë një taks më e ulët mund të sjellë më shumë fitim për shtetin sesa një taks e lartë. Në këtë rast, se transaksionet 15% në sa përqind ishte? Në 2. Po pra, po I bie që nëse kemi këtë sistemin aktual, domethënë, dhe ke një njeri nga 10 apo nga 15 që e bën, I bie që në sistemin tjetër thjesht duhet të jenë shumë veta që e bëjnë që po themi shteti të kompensojë këtë. Patjetër, nuk është e dhënë si e mirëqenë që do ndodhi që do ketë më shumë të ardhura, po më shumë transaksione nuk diskutohet. Thjesht është varet domethënë sa. Fiks. Ka një pjesë specifike për të rinjt në biznes edhe gratë sipërmarrëse. Zero tatim fitim për vitin e parë të biznesit, për të dyja shtresat, le të themi. Përjashtim nga tatimi mbi të ardhurat deri në moshën 25 vjeç. Pra nëse ti do të bësh biznes dhe je 19-20 vjet, e ke të garantuar që s'do paguash asnjë gjë për 5 vjet. Kjo është shumë interesante. Kjo është shumë interesant, do të suportosh të rinj që të bëjnë biznes. Pse jo? Po edhe ti stimulosh, domethënë, dhe mendoj është goxha interesante, po. Patjetër. Edhe studentët më të mirë duhet marrin një mbështetje financiare relativisht madhe për të hapur një biznes, bëhet fjalë 5 deri në 30.000 euro. Diçka që jam kritik, zonat e lira ekonomike. Do të krijohen të paktën 4 zona të lira ekonomike.
zonat e lira ekonomike aktualisht nëse ne jemi vend kandidat për BE e kemi të pamundur ti bëjmë, sepse është një prohibition of state aid law që ty nuk të lejon të trajtosh biznesin që është i fokusuar në një industri të caktuar apo një zonë të caktuar brenda vendit, ndryshe nga ato që janë jashtë kësaj zone. Domethënë nëse ti bën një zonë të lirë ekonomike që e quajmë, apo zonë speciale ekonomike, nëse po themi do të zhvillosh një zonë që është lënë pas dore në Tepelen, dhe do i thuash, ok, kushdo që do të hapi një biznes të madh në Tepelen, do ketë një trajtim ndryshe nga ai që është në Gjirokastër apo pjesën tjetër të Shqipërisë. Nuk ta lejojnë direktivat e BE-s këtë dhe ne jemi vend kandidat, kështu që ne i ndjekim me përpikëmëri. Kjo është një pikë që nuk e di sa mund ta realizojnë nëse mundet. Mund ta lançosh edhe brenda vitit që vjen pastaj do të sulmohesh nga BE-ja. Kompanitë që do të prodhojnë Made in Albania do të përfitojnë nga fondet mbi digitalizimin. Okay. Bujqësia kanë prekur një pjesë të bujqësisë. Aktualisht domethënë bujqësia është një kontribues shumë i madh i prodhimit të brendshëm bruto. Vërtet? 19-20% të prodhimit të brendshëm bruto. Domethënë është relativisht e madhe dhe mendoj se janë një nga ato shtresat që është lënë më pas dore, domethënë, edhe besoj se duhet me patjetër që të ketë një mënyrë për t'i suportuar me subvencione që s'kan qenë dhe fort të drejta, domethënë në ca zona të caktuara, po çofim. Dalje e menjëhershme e Shqipërisë nga Ballkani i hapur. PD-ja mendon se duke qenë pjesë e Ballkanit të hapur, fermerët shqiptar humbin, sepse normale je kompetitor me një ekonomi më të fuqishme ndoshta, edhe ata economy of scale, ata i kanë produkte ndoshta pak më të lira, pak më konkurrues dhe nuk janë suportuar që të paktën në Shqipëri ne të konsumojmë produkte shqiptare. Po. Diçka për momentin është Ballkani i hapur, për momentin është po themi struktura ekonomike. Diçka komike, do të trefishohet sipërfaqja e mbjellme shegla i thidhe ara brenda mandatit të parë. Nuk, domethënë, a do t'i mbjellë qeveria e drejtuar nga PD-ja apo fermerët, nuk dihet. Krijimi i Agjencisë së Studimit të Tregjeve dhe Orientimit të Fermerëve pranë Ministrisë së Bujqësisë. Më pëlqen sepse fermerët shqiptar më duken të painformuar në lidhje me tregun, ja fusin çmimeve si duan ata. Edhe kur vjen puna pastaj nuk shesin edhe jedhin produktet. Për arsye kohore do përpiqemi që të qëndrojmë pak konciz, që t'i prekim pak a shumë. Okej, kemi prekur një parti të majt, një të djathtë. Tani kemi 3 partitë e tjera të vogla që mund të jenë faktor. 2 prej këtyre janë të krahut djathtë, Shqipëria bëhet dhe Partia Mundësia, Partia Mundësia, janë të krahut të djathtë, kështu janë deklaruar. Shkojmë te Partia Mundësia, te Agron Shea, për një Shqipëri ku ja del me punë. Agroni është biznesmen edhe mendon se mënyra më e mirë është që tregu të ketë sa më pak ndikim nga shteti, le të themi. Edhe këta fokusohen te ulja e taksave, takse shesht, sa më pak intervim apo futje të shtetit në punë, ndërhyrje të shtetit. Përgjysmimi i taksave në vendosjen e taksës së shesht 8%. Shkurtimi i kostove të administratës duke kursyer 1 miliard euro në vit, pra heqje nga puna. Unë mendoj që këtu, me që jemi këtu, domethënë nuk besoj do kapemi shumë. Nuk e di qa llogari e kanë bërë ata që thonë 8%, domethënë, se Shqipëria se ka pat ndonjëherë 8%, e ka pat gjithmonë 10 minimumi dhe pastaj lart. Për mendimin tim, taksat e ulta për një shoqëri si ne janë të dobishme sepse ne kemi shumë informalitet. Dhe po të kemi taksat të ulta, të paktën do na japi kulturën e formalitetit që unë mendoj në afatgjatë është shumë herë më e dobishme se sa thjesht taksat. Domethënë, është shumë më mirë fakti që ne të jemi mësuar me idenë që shiko ta paguaj taksën dhe më pas ajo taks mund të vazhdojë të zhvillohet, të rritet, të ndryshojë, po ne duhet të mësohemi që për çdo shërbim që bëjmë të japim pjesën e vet, pjesën shtetit, dhe pastaj të zhvillohet ekonomia. Kurse për pjesën e shkurtimit të kostove, unë mendoj që 1 miliard euro është vënë si një shifër aty për të qenë pak provokues, për të qenë pak intrigues, domethënë, sepse 1 miliard euro ti nuk i shkurton dot kollaj nga administrata. Megjithatë, a mund të bëhen shkurtime?
domethënë a mund të bëhen kursime, jam shumë i bindur që po, domethënë, mbase jo 1 Po, miliard, po po. jam shumë i bindur që kursime, sidomos persona që janë business oriented, që janë të orientuar nga jeta e biznesit, e kuptojnë shumë mirë ku mund të kursesh që ti të optimizosh pastaj Jam të gjithë ekonominë tënde. jam dakord. Ngrirja e politikave ngrirja e politikave fiskale për 10 vite. Pra, stabilitet, qëndrueshmëri që bizneset ta dinë si do trajtohen në 1 dekadë, domethënë, dhe jo të ketë ndryshime taksative çdo vit, çdo 2 vit. Provokative, adoptimi i euros si monedhë kombëtare. Po kjo pse të duket provokative? Është është shumë e vështirë. Është Pse? shumë e vështirë, do me thënë, e para, unë personalisht nuk do isha pro adoptimin të monedhës euro, edhe pse ka shumë të mira. Do me nuk e shoh si diçka të keqe nëse ndodh. Personalisht do isha më mirë të qëndroj me lek. E para, je një vend shumë i vogël dhe të bën sens të kesh politikat e tua fiskale apo monetare her pas here. Do me thënë të kesh një lloj. Nuk besoj fort që ekonomia shqiptare do funksionoj vetë edhe do krijohet një ekuilibër gjatë gjithë kohës. Her pas here do duhet një ndërhyrje të hedhësh më shumë monedha në treg apo të blesh më shumë e kështu me radhë. Do me thënë, nëse ne kemi euron si monedhë kombëtare, e humbasim Po, këtë lloj fleksibiliteti fleksibiliteti që mund të domethënë. kemi për të ndërhyrë në politika monetare. Nuk ndryjmë dot. Janë politika që ndodhin në Bruxelles, në Strasburg e kështu me radhë dhe ne nuk i ndjekim dot ato. Kështu që humbet një farë pavarësie në politikat monetare. Po ke ndonjë shembull, se unë nuk është se e kam shumë të qartë, mirë, ndonjë shembull të thjeshtë të shkurtër pa humbur dhe kohë, se kur mund të jetë një situatë që euroja është realisht disavantazh, ja fuskot një situatë krize apo Po, një çfarë ke ti situatë në krize, mendje? për shembull ti ke situata ku ekonomitë fuqishme të BE-s janë dashur që të marrin borxh pafund, si Greqia, Italia, një pjesë e Spanjës kanë qenë në këtë fluks. Dhe nëse një vend i zonës monetare që ti je pjesë është në këtë lloj faze, ndikon shumë edhe te ty. Ndikon shumë edhe te ty sepse qarkullimi i euros në treg, domethënë në këtë rast është printuar më shumë euro. Këtu është koncepti Po, pse nuk mund të printohet pa fund para, lek apo euro. Duke qenë se ka nevojë për suport të injektohet sa më shumë lek aty, Greqia si vend specifik në këtë rast për shembull, merr borxh të egzageruar, merr borxh, edhe e injekton në ekonominë e vet. Kjo krijon po, një farë inflacioni në atë zonë, në atë shtet, mirë po nuk e limiton dot aty inflacionin kur ke të njëjtën monedhë. Do me thënë fuqia e kuptoj, blerëse po, aty okay. vendi të prek edhe ty deri diku. Duke qenë se ne jemi vend i vogël, ndoshta nuk e ndjejmë shumë, sepse edhe ne kemi luatje të jashtëzakonshme sezonale, domethënë lek euro, forcohet leku, bie euro, edhe aty ne mund të ndërhyjmë. Domethënë ne mund të mbajmë një lloj balance nëse na duhet, aty mund të ndërhyjë banka qendrore, ama nëse se ke këtë avantazh, je gjithmonë i varur nga fuqitë e mëdha. E kuptoj, okay, po. Po kjo më duk interesante. Flasin edhe për digitalizimin, automatizimi lejeve të ndërtimit me inteligjencë artificiale. Pra do me thënë shumë procese mund të bëhen nëpërmjet AI, mendoj këtë e ka edhe si qëllim qeveria aktuale. Po, këtu mendoj që këtu është edhe pak i folur kështu në ajër, të them të drejtën, se unë mendoj që ti të arrish në atë pikë që të automatizosh procesin, e para duhet ta kesh shumë të qartë vetë Po, procesin, domethënë po, si struktura apo si grup personash, duhet po, vetë procesi të jetë i centralizuar, e dhe vërtet. dyta, ata persona që e din procesin duhet të kenë edhe iden shumë të qartë se çfarë bën Po, inteligjenca artificiale, domethënë. Unë mendoj e që këto janë të vërtet, e folura vërtet. Në kot ajër, shkurt do me muhabeti. thënë, Nuk më nëse flasim për më shumë të folura në ajër, rritje buxhetit të shtetit për arsimin duke rritur rrogat e mësuesve dhe kushtet në shkolla, se qysh se tek se po, sa do rritet, domethënë nuk ka asnjë shifër asnjë gjë, diçka komike, njëjtësimi programeve shkollore me ato të Cambridge. Okej, pse specifikisht Cambridge? Domethënë këta janë kështu si tip
catchy word që idhja aty edhe Po, fix. Këto edhe Tani zbën u shumë mendoj që një sens, fjali që të thuash për arsimin, për mirësimin e kushteve, për mësuesat është nuk është se shumë e qartë, po prapë është më e mirë se sa të thuash do ndërtojmë 200 shkolla, e kupton, se edhe ajo Po. e Partisë Socialiste Ajo dhe ajo është është paradoks më vete, domethënë. Kurse kur ti të paktën premton që shiko se ne do jemi drejt një strategjie kursimtare, unë mendoj që është e rëndësishme, është një ide që s'para ka qenë dhe nuk është se është tek partitë aktuale, dhe mua më duket interesante. Mendoj që nuk do ishte keq që ta provonte një herë një qeverisje të tillë Shqipëria, që hajde kursejmë pak ne si popull. Të ka bërë qeverisja e Albin Kurti në Kosovë, domethënë që e ka ulur brutalisht borxhin e huaj. Ata kanë një nivel borxhi të huaj 15% të prodhimit brendshëm bruto. Edhe ne jemi në shifra shumë të kënaqshme, gati 58 diçka e tillë është. Është relativisht mirë, po 15% apo 16%. Domethënë me të vërtetë s'kan marr borxhe, ama s'ka pas as investim, ëh. Se ne nëse merr borxh mund të hedhësh ti, mund t'i rrisësh rrogat edhe ja jep si faturë qeverisjes për 10 vite më vonë. Për 10 vitet e ardhshme, po. Diçka tjetër që më bëri përshtypje, kontribut për çdo fëmijë deri në 14 vjeç për familjet me të ardhura nën mesatare. Këto janë disa politika që shumë vendet e Europës, unë më vonë kam kuptuar duke lexuar diçka në lidhje me zbritjet që njerëzit mund të bëjnë për taksat, po shumë vende në Europë për shembull e kanë këtë që japin subvenciona apo një tarifë fikse për fëmijë. Gjermania dhe Austria e kanë Gjermania e di fikse kanë deri 25 vjeç. Po. Që mund të marrin, ama duhet të jesh duke studiuar, domethënë që ti marrësh këto, ka kritere, po. Edhe kjo është diçka e mirë. Këtu flasim për një shifër fikse, një kontribut për 600 euro në vit për çdo fëmijë, për një familje me të ardhura nën mesatare. Po. E mbyllim këtu me Partinë Mundësia, domethënë flasim për digitalizim, flasim për taksë të shesht, ulje taksash, edhe më pak ndërhyrje të shtetit, domethënë e kanë disa pika që të kemi stabilitet edhe mos të krijojmë më shumë ndërhyrje se ç'duhet për biznesin e ri. Edhe për profesionistët e lirë të ketë taksim zero. Shqipëria bëhet. Jemi gati? Nisma Shqipëria bëhet, po. Nisma Shqipëria bëhet. Po. Meritokraci, miratimi ligjeve për referendum, edhe listat e hapura, depolitizimi i administratës zgjedhore. Këto janë ndër pikat kryesore. Tani të fokusohemi te disa pika specifike. Arsimi do të jetë prioriteti ynë absolut. Buxheti për arsimin publik do të rritet në 5% të prodhimit brendshëm bruto për 2 vitet e para të qeverisjes. Për gjysmën e dytë të mandatit parë, buxheti do të rritet në 7% të prodhimit brendshëm bruto. Jemi në nivele relativisht të larta me ku jemi, por 5% është një shifër që sugjerohet për gjitha vendet e OECD edhe të BE-s. Po. Unë mendoj që nëse një program i tillë e mban realisht tek 5%, duhet të jetë shumë mirë, se ne meritojmë të investojmë pak në arsim. Duhet. Po që është edhe pak ambicioze në të njëjtën kohë, domethënë, është pak ambicioze. Arsimi fillor dhe ai 9 vjeçar, shkollat do të jenë me koshtryrje nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 17, 8 me 5 shkollë. Po, dhe kjo është interesante. Dhe kjo lidhet që prindrit i suportojnë fëmijët duke i çuar në shkolla apo duke i marrë nga shkolla, dhe orari zyrtar i punës në Republikën e Shqipërisë do të jetë 9 me 4. Mendoj që është goxha interesante. Kurikula do të përfshi 2 fasha orare të shkollimit. Fashe detyrueshme 8 me 1, që është shkollë, dhe fasha me zgjedhje 1 me 5, ku është më tepër bërja e detyrave të shtëpisë, studim me kështu me radhë. Hiqet sistemi i vlerësimit deri në klasën e 3. Është një politikë e ndjekur nga disa shtete për të krijuar idenë që jemi të gjithë barabartë, s'kemi nevojë për të thënë ti je më i mirë apo ai është pak i mirë se ty. Po. Shkolla në mëngjes do të nisë duke nderuar himnin kombëtar, nderuar, ndoshta edhe kënduar, mund ta shtoni. Po, besoj atë kanë dashur të thonë, po. Do të aplikohet një uniform, modeli i cilës do të miratohet individualisht nga çdo institucion arsimor. Po, kjo ka qenë më përpara. Unë kur kam qenë në 9 vjeçare, kishte periudha që na diktonin për uniformën, po.
Paga e mësuesve të gjitha cikleve do të rritet me 25% çdo vit për 4 vitet e mandatit të parë. Në fund të mandatit, paga e mësuesit do jetë dyfishuar. Nëse rritet 25% çdo vit, rritet më shumë se 2 fish në fund. Fiks. Nëse këta e kanë 25% të fillimit. Të aktuales, po. Po, dyfishimi i pagës, okay. Edhe po është goxha paka shumë ambicioze. Të gjitha partitë thonë që do t'i rrisin, paga e mjekut 2.000 euro, paga e mësuesit kaq e kështu me radhë. Dhe nuk është se janë arritur me thënë të drejtën, në këto nuk është se janë arritur aq sa i kanë premtuar, po hajde. Po, do me thënë mendoj se flasin shumë për premtime, po nuk ka asnjë nga këto partitë thotë se si duhet bërë kjo. Do me thënë deri diku ajo që kemi lënë të fundit edhe e prek pak. Tani shkojmë te Shqipëria sociale, mirëqenia dhe zhvillimi. Në çdo pension nuk do të jetë më i vogël se 200.000 lekë të vjetër në muaj, minimum jetik. Pensionet aktuale me vlerë 200.000 lekë e sipër do të rriten me nga 25.000 lekë në vit për 4 vitet e para. Zhvillimi, politikat fiskale. Këtu qëndrojmë pak te taksimi pra. Qeverisja jonë do të bazohet në taksimin e shesht 10%. Pra, mundësia e shesht 8%. PD-ja e shesht njësoj, edhe Shqipëria bëhet e shesht 10%. Për të gjithë, të 2 apo më shumë punësuarit, do të jetë tatimi thjesht, pra do të tatohesh vetëm një herë 10% e të gjitha burimeve të ardhurave. Biznesi vogël, xhiro në 0 deri në 200 milion lek. 200.000 euro, do të thënë. Po. Fitimi do të jetë 0. Biznesi madh mbi 200 milion e 1 lek, tatimi fillon aty me fashnere. TVSH paguajnë të gjithë, po deri në 10% të saj shteti do t'ua kthejë qytetarëve në fund vitit. Okej. Bëhet për biznesin e vogël. Unë mendoj që kjo është skem shumë interesante për të nxitur formalizimin, mendoj, sepse e para njërë taksa 20%, taksa e konsumit, mendoj është shumë e lartë. Do me thënë, po të shikosh shtete, unë paktën ku kam jetuar në Francë, në Zvicër, to ushqimet e shportës e kanë 5% taksën, e kupton? Kurse ne çdo gjë që blejmë taksohet me 20%. Dhe patjetër kjo ndodh pikërisht sepse ne nuk kemi formalizim tjetër, do me thënë, të taksës. Po që kjo si skem, mendoj është goxha interesante që të nxisi formalizimin, që ti të marrësh atë 10% tënd, thot ai, ik pagoje dhe kërkoja faturën atij personit që të ofron shërbimin dhe e merr në fund të vitit. Po. Dhe mendoj që është interesante. Kalojmë te bujqësia. Do të themelojmë bankën kombëtare agrare. Kjo bank do të ketë kapital 100% shtetëror dhe do të ketë si objekte veprimtarisë së vet financimin e fermerëve, blegtorëve, peshkatarëve dhe bletëritësve me kredi deri në 100.000 euro. Okej. Interesante. Shkojmë te inovacioni. Do të krijojmë në Shqipëri 2 zona të lira ekonomike për të gjithë profesionistët, kërkuesit shkencor apo startupet. Këto 2 zona do të jenë tax free me kushtin që për çdo inovacion shteti shqiptar të jetë ortak me 10%. Edhe kjo njësoj me idenë e Partisë Demokratike është problematike sipas legjislacionit dhe disa direktivave të BE-s, nuk realizohet. Domethënë mund ta startosh si ide, mund të kesh një vit le të themi punë dhe pastaj do të trokasi dikush në derë dhe do të thotë kjo është e jashtëligjshme nëse do të jesh në BE, po. Në BE dhe mund edhe të futesh në listën e zezë të BE-s për këtë. Transformimi i Shqipërisë në qendrën e inovacionit AI në Europën juglindore dhe vendosja e leadershipit global në domene specifike AI. Krijimi 4 akademive teknologjike: Tiranë, Durrës, Vlorë, Shkodër. Tiranë dhe Durrës edhe Shkodër mund ta bën në Vlorë, nuk e di si do funksionojë AI. Kjo nuk e di pse janë qepur kaq shumë AI, mendoj që qartësisht ndjekin këtë tregun, po themi falso që paraqitet nëpër rrjetet sociale dhe nëpër botë. Po unë mendoj që kjo është qasja ndaj AI-t, është qasje e ca individëve që shkurt mohabet janë në një akuarium aty dhe nuk është se e kuptojnë realisht se çfarë po ndodh me botën vërdall, domethënë. Mendoj që janë të folura pa asnjë lloj baze. Kalojmë te programi i fundit, Lëvizja Bashkë. Të themi pak në diçka, si të dy këty për shembull ky programi Nisma Shqipëria bëhet. Do ta bëjmë një koment për gjithë. Okej, do ta bësh në fund. Do ta bëj një koment. Dakor.
Lëvizja bashk është lëvizja e dytë nga këto 5 që ne kemi, krahas PS-s që ka pak qasje të majta, domethënë. Detyrimisht ka më tepër ndërhyrje të shtetit në vendimarrje, në biznes, në lehtësira fiskale apo në shtrëngime, politika të ndryshme që mund të ndiqen. Çfarë vura re është që si program ishte më i detajuar. Pra ishte 117 faqe më duket program. Krahasim me të gjithë të tjerë që ishin diku te 20-30 faqe. PS-ja ishte 44. Është i vetmi program që premton rritje taksash. Por rritje taksash... Nuk i ka më të ulta në krahasim me PS-n? Rritje taksash vetëm, prandaj duhet jemi të kujdesshëm këtu, sepse janë të bazuar në sistemin e taksimit të ndershëm, pra vetëm për shtresën që përfitojnë do ta prekim specifikisht sa, po vetëm për shtresën që i kanë të ardhurat shumë të larta do taksohen më lart edhe se që ka PS-ja aktualisht, kurse për pjesën e le të themi të ardhurave nën mesatare ka edhe më të ulta se PS-ja. Okej? Po pra. Për ato tax bracket specifik. Pra, njësoj si PS-ja, lëvizja bashkë më shtetet në një model progresiv të taksimit. Okay? Le të shikojmë fashat e taksimit. Mirë, po një gjë që ishte interesante dhe më pëlqeu ishte që duan të fokusohen te eliminimi i ekonomisë cash apo le të themi transaksionet që bëhen në formë digjitale nëpërmjet bankave dhe jo vetëm para në dorë edhe cash. Kjo mendoj është diçka e mirë edhe për të rritur besueshmërinë e sistemit, po edhe për të ulur informalitetin. Po. Tatimi të ardhurave personale të punës propozon 5 fasha të tatimit. Paka minimale bruto 60.000 lek, tatimi 0%. Po, ndërkohë që PS-ja e ka 50.000 lek apo 40.000 lek, sa e ka? 50.000. 400 euro, 500 euro, okay. Nga 60.000 në 1 milion, nga 60 në 100.000 lek, po I themi me të vjetra këtu siç është shtuar, tatimi marginal 10%. Nga 1 milion në 2 milion të vjetra tani, tatimi 15, nga 2 në 4 tatimi 25, nga 4 milione sipër, tatimi marginal 35%. Edhe një këto janë tatimet marginale. Tatimet efektive, po shkojmë edhe njërë. Nën 60.000 lek të vjetra është tax free. Nën 1 milion lek apo 600.000 lek të vjetra. Po, okay, qëndrojmë me të vjetra se jemi mësuar valla. Paka minimale bruto 600.000 lek, tatimi 0. 600 në 1 milion lek 10%. Pra nëse ti e ke pagën 800.000 lek, me disa fashe nuk është se paguan 10%. Deri në 600.000 lek I ke 0 dhe diferenca 800 minus 600 që është 200, kjo do të atohet me 10%. Pra efektivisht janë më ullët se PS-ja. Mirë po kanë më shumë fasha, edhe do të thotë që pjesa e shoqërisë që ka pagat më të larta do të atohen relativisht më lartë. Po. Kanë një diçka që më duk interesante, do me thënë që jo gjithmonë të mbahet taksa në burim, pra kur e merr pagën, po do ketë edhe një deklarim vjetor të ardhura personale në tërësi. Pra ti mund të kesh fitime nga burime të ndryshme që duhet bërë, aktualisht po bëhet në Shqipëri, që nëse ti ke burime nga investimet, burime nga qera, burime nga bizneset ndryshme që ti mund të jesh shareholder, po themi, duhet I deklarosh. Edhe këta e kanë futur këtë si sistem që të jetë një mënyrë që drejtoria tatimore të ndjeki këtë strukturë të përvitshme. Tjetër, ne mi goxha herët për të arritur në sistem aq të konsoliduar, mendoj, po tatimi I dividendit do të rritet, aktualisht është 8%, në masën 15%, edhe kjo prek një stres të shoqërisë që mund të jenë në top 10% pas të ardhurave. Ka një farë lëshimi në disa format të ndryshme të biznesit, pra do të aplikohet një normë tatim fitimi prej 3% për ekonominë vendase, kjo është 5% aktualisht, për investimet e tjera, pra për çdo investim që është edhe njerë në aspektin teknologjik vendas, për të rritur produktivitetin e punës e kështu me radhë,
Pra duan ta mbështesin këtë, duke ulur normën e tatimit në 3%, aktualisht është 5%, po themi kompanitë IT-ve. Dhe investimet e tjera do të aplikohen 3 shkalla, 10, 15 dhe 20, varet nga fitimi dhe varet nga sektori. Takse pronës, këtë nuk e kemi, s'po e pre këtu, po do ketë, do me thënë nëse individ kanë të paktën 3 shtëpi e sipër, do ketë një tatim edhe për këta që të jetë i ndershëm për shoqërinë dhe duhet taksohen më tepër. Dhe do jetë për ato shtëpi që janë më shumë se 3, apo për shtëpinë e 4 të 5 e më tutje. Të paktën 3, mund të jenë 3 mund të mjaftojnë. Si do duket dhe tani? Unë mendoj që ne kemi nevojë për diçka më të thjeshtë për momentin. Nuk më duket i keq taksimi progresiv, domethënë tani unë patjetër nuk jetoj dhe nuk e kuptoj aq mirë ca gjëra, por që mendoj që kjo pjesa e taksave që në raport me PS-n, domethënë të fashave të rrogave, taksimin progresiv, më duket goxha interesant. Mendoj që shumica e shoqërisë do përfitojë më shumë se sa po të jetë taksimi aktual që ka Partia Socialiste, dhe po të ishte në dorën time po të ishte vetëm për të do e zgjidhja, po që për elementet e tjerë, të them të drejtën, mendoj që është akoma herët për të shkuar aty. Ti si mendon, se ti je ekspert taksash? Edhe unë ndaj të njëjtin qasje që shiko, mendoj se duhet një farë tatimi, do me thënë, tatimi shesht është më i thjesht për të kuptuar, ndoshta nëse do një tatim apo një sistem taksativ të thjesht, shkon për tatimin e shesht. Mirë po, për një shoqëri si e jona që dhe pjesa tjetër e Europës, do me thënë, nuk do jetë diçka e re, shkon për një tatim progresiv. Pse? Në rastin ton specifik, një pjesë e mirë e shoqërisë ka përfituar më shumë se pjesa tjetër e shoqërisë. Detyrimisht mund t'ju kërkojmë atyre të kontribuojnë pak më tepër. Ka sisteme të ndryshme për këtë, që do të thotë nëse ti kontribuon më tepër, mund të kesh pak të drejtë të zgjedhësh se ku këto kontribute investohen nga shteti. Këto janë edhe më të sofistikuara, edhe më të komplikuara për shoqërinë tonë, që nuk bën shumë sens, por mendoj aktualisht një sistem progresiv na bën punë. Na bën punë të kemi edhe shumë fasha, sepse ata që kanë të ardha më të ulta, detyrimisht do trajtohen pak më lehtë në këtë sistem. Edhe siç e the edhe ti, një pjesë e mirë e shoqërisë është më mirë me këtë sistem të propozuar nga Lëvizja e Bashkë se sa PS-ja aktualisht. Mirë, po një pjesë tjetër është edhe më keq, le të themi. Megjithatë, ata janë ajo pjesë e shoqërisë që kanë përfituar jashtëzakonisht shumë nga ky vend, edhe mendoj se është e drejtë që ata të kontribuojnë edhe më shumë. Disa mund të thonë që okay, po taksimi i lartë për individët që janë në fushën e biznesit, se ata që kanë të ardhurat mbi 6 milion lek në muaj, domethënë punojnë në sektorin privat, mund të kenë role menaxhues në kompani të ndryshme, drejtues e kështu me radhë, mund të uli pak motivimin e tyre apo efikasitetin e ekonomisë. Mund të ketë diçka të tillë, por në përgjithësi njerëzit që kanë aq shumë të ardhura kanë gjetur historikisht mënyra të ndryshme për të strukturuar të ardhurat e tyre dhe kanë qenë më të zgjuar se një sistem i thjesht progresiv për të fituar, le të themi, diçka. Domethënë efektivisht edhe ata nuk është se do preken në 100% të targetit që ka sistemi aktual. Lëvizja e Bashkë flet edhe për pensionet, rritje pensionesh, ulja e moshës pensionit, sepse me këto trajekcione që kemi, domethënë duket sikur mosha e pensionit do të shkojnë në 70 vjeç. Megjithatë, ata fokusojnë te qëndrimi 65, 67 për meshkuj, 65 për femra. Shofim, domethënë është shumë i detajuar, ndoja vetëm të fokusoheshim pak te disa sektorë të ekonomisë. Mendoj se vlen të lexohet sepse i kanë kanë logjikën e krahasueshmërisë, domethënë kur japin një propozim, thonë shiko se duhen parë edhe vendet e tjera, çfarë politikash kanë ndjekur, ku jemi ne aktualisht, sa bën sens të investohet e kështu me radhë. Kështu që mendoj se nëse tani fokusohemi për të gjitha programet që ne i kaluam, për të 5 programet, është e qartë, partitë e djathta duan më pak, le të themi, ndërhyrje në shtet, edhe pse PD-ja ka goxha më tepër ndërhyrje në shtet se dy të tjerat, flasin për Ballkanin e Hapur, flasin për subvencione direkte për bujqësinë,
flasim për disa zona të lira ekonomike, kështu që mendoj se edhe ata duan t'i fusin hundët, le të themi, në ekonomi, kështu jo detyrimisht shumë forcë e djathtë. Megjithatë kjo është qasja e PD-s, duke qenë se janë forca e dytë më e madhe në vend, në një vend ish socialist, ndoshta ju duket e udhës që t'i hedhin disa ide apo disa qëndrime të majta për ndërhyrjen e shtetit në ekonomi. Po, unë mendoj që ata, më falë, diçka të vogël të me që jemi dhe duke diskutuar, mendoj që ata argumenti që duhet, që mund të kenë, do me thënë, këto lëvizje të djatha, është që ne kemi nevojë për ndërhyrje sepse jemi keq. Me thënë, na duhet, ne kemi se çfarë të korrigjojmë. Se normalisht mendoj filozofia e të djathës është që ti e lë vet atë ujin të rrjedh, edhe në vende që ti fillon shikon ku ka probleme, domethënë aty përpiqesh ta korrigjosh duke bërë ligje apo ndërhyrje. Po mendoj që kjo që thon këta, që nuk e di se sa është realisht domethënë rasti, këta thonë që ne jemi si mos më keq, e dim shumë qartë se çfarë ndërhyrjesh duhen bërë dhe janë këto ndërhyrjet. Po prapë unë mendoj që të dyja këto programet, si Partia Demokratike, si lëvizja Nisma Shqipëria bëhet, mendoj që të dyja këto programe kanë bërë aq shumë premtime, domethënë për rritje pensionesh, rritje rrogash, rritje gjërash, dhe nuk e kanë treguar shumë qartë llogarinë se si nga do vinë këto lekët, dhe patjetër ka ca prej tyre edhe Nisma Shqipëria bëhet për shembull që thotë shkose do nga ulja e taksave, do rriten të ardhurat, do rritet ekonomia, po këto janë super optimiste, dhe edhe në qoftë se rritet ekonomia me parashikimet që këta kanë, unë mendoj që prap në një shtet aq të madh, domethënë ti nuk mund të parashikosh buxhetin fiks me aq sa ti mendon se do marrësh. Se është e sigurt që ti mund të marrësh dhe domethënë është e sigurt që shanset që ti të marrësh më pak janë aty, dhe e dyta ti të kesh edhe më shumë shpenzime të tjera se ato që ti parashikon. Kështu që unë mendoj që po të kemi qeverisje nga Partia Demokratike apo Nisma Shqipëria bëhet, me aq sa e kuptoj unë, borxhi do rritet. Nuk mendoj se ka mendoj se të gjitha partitë përveç Lëvizjes Bashk që përpiqen të rrisin taksat në thuajse të gjitha fashat, ndoshta aty edhe pse ata janë forcë madhe mund të duhet buxhet më tepër në fushën e investimit, po prap besoj se të gjitha partitë detyrimisht nëse duan t'i mbajnë këto premtime duhet merret borxh, sepse nuk janë as pak të qartë me se si do menaxhohen këto premtime, sa të arritshme janë këto edhe si do financohen. Domethënë kjo është pika që të gjitha ata mund të shtojnë pak më tepër në programet e tyre që sa janë kostot reale të këtyre premtimeve. Nëse ju doni t'i arrini këto premtime, çka kosto ka dhe nga do vinë këto, cili është burimi këtyre detale. Kjo mungon për gjithë. Unë mendoj që nuk është se kanë, domethënë ca nga ato partitë, për shembull Nisma Shqipëria bëhet e ka një llogari, po prapë është aq optimiste sa që unë mendoj që nuk e beson dot. Po. Edhe kurse Shqipëria është për shembull Partia Mundësia, po është Partia Mundësia ta zënë dhe ata parashikojnë ulje taksash, po në të njëjtën kohë edhe ulje shpenzimesh, edhe mendoj që nga ky aspekt ata janë pak më, po themi, filozofie e djathtë, po në të njëjtën mënyrë është e sigurt që dhe mendoj unë dhe një politikë e tillë do dojnë shumë shpejt ndërhyrje të shtetit në ekonomi, sepse ti thua që po ne lëm tregun e ta zëm, ata marrin ca shembuj që janë ndonjëherë edhe tepër sporadik për aq e madhe sa është ekonomia, po thon për shembull është tregu i shërbimeve dentare, klinikave dentare që shteti s'ka ndërhyr, edhe ky treg është zhvilluar vetë dhe ka ecur shumë bukur, po ku e dim ne cilësinë e çdo klinike dentare, domethënë që shkon aty për një pacient, ku e dim ne që ata mund mos heqin kod dhe mballt e syrit njerëzve thjesht se duan lek. Kështu që shteti duhet të bëjë një ndërhyrje. Është për shembull kjo industria e këtyre shërbimeve të fytyrës, të estetikës. Ku e dim ne ç'a hedhin ç'a u fusin njerëzit fytyrës, domethënë. Dhe këtu shteti do s'do, edhe pse ekonominë mund ta lërë të lirë, duhet të bëjë ndërhyrje që të rregullojë, të mbrojë konsumatorin, duhet ta mbrojë qytetarin, ne nuk dim ç'a po am, pa shkuar te estetika, domethënë duhet punuar në shumë sektor për të forcuar kontrollin e produkteve që qarkullojnë në markete, klinika, në shërbime të ndryshme, domethënë shteti patjetër këtu, edhe pse ndoshta në Shqipëri ligjet mund të jenë fort të mira, duhen të aplikohen dhe duhet të ketë më tepër kontroll që
që qytetarit mbrojt, siç e thënë ti. Prandaj në çfarë do lloj qeverisje, shteti nuk është se nuk do ndryry, shteti do ndryry. Siç e the, më pak apo më shumë në çështje ekonomie apo se si duhet funksionojë tregu i lirë, por në sektor të ndryshëm, siguria për shembull shumë pak është prekur, disa parti e kanë, po nuk e preka se ndoshta s'bënte shumë sens për ne, po diskutohet për sigurinë, diskutohet për investime në ushtri, domethënë, sepse ka qenë një temë aktuale e viteve të fundit. Domethënë, në sektor të mbrojtjes, të sigurisë, shteti patjetër është i vetmi institucion që ne kemi. Domethënë, patjetër që na interesojnë shumë çfarë qasje kanë këto parti politike për sigurinë, për mbrojtjen, mbrojtjen nga lufta, ku e diun. Domethënë janë disa sektor që patjetër vetëm në dorë të shtetit jemi, le të themi. Fiks, po edhe kjo mendoj është më mirë të flasësh për sigurinë sesa për AI-n. Jo sepse un jam kundra AI-t, domethënë un patjetër e kuptoj, mendoj më mirë se sa një person mesatar që jeton në Shqipëri se ç'a impakti real, ç'a roli ka, ç'a do bie, si përdoret AI, por ajo që dua të them është që ne nuk është se kemi ekspert të mirëfill të asaj fushë. E para sepse është fushë e re, dhe e dyta sepse dhe ata persona që janë në Shqipëri aktualisht, edhe që janë në agjenci shtetërore apo që punojnë dhe në privat, janë tepër të rinj, kanë bërë një edukim dhe kanë shkuar aty, po kjo nuk i bën ekspert të mirëfill që të kuptojnë ecurinë globale të një gjëje kaq trendi, domethënë. Kështu që më mirë ne të merremi me gjëra pak më themelore dhe pak më që koha i ka treguar që janë aktuale gjatë gjithë shekullit, sesa me një gjë që nuk e dim si do vej. Duke qenë se jemi te kjo pjesë thjesht për ta përmendur, pikat që ne diskutuam nuk janë të vetmet pika që janë në këto programe elektorale, ka programet janë shumë të gjera se këto. Ne thjesht prekëm kryesisht disa aspekte të ekonomisë, le të themi, edhe aspekte sociale si rritje pagash, punësimi, taksimi, bujqësia, edhe disa sektor si turizmi për shembull, arsimi patjetër. Domethënë këto janë gjëra që ne prekëm, po ka edhe diçka më tepër aty, edhe në lidhje me mbrojtjen, ka diçka edhe më tepër aty në lidhje me natyrën për shembull që nuk është se i prekëm për momentin, po i sugjerojmë gjithëve që nëse kanë kohë dhe janë të interesuar, pse jo, gjen fare lehtë përveç atij PD-s që ndoshta e kanë lançuar tani apo jo nuk e di në website-in e tyre, po aktualisht janë fare lehtë të aksesueshëm. Edhe shpresojmë që ndoshta për gjithë dëgjuesit kenë një qasje ndoshta pak më të qartë për disa orientime të ndryshme të këtyre partive. Shkundeni votën me mend në kokë, edhe shpresojmë që këto të jenë zgjedhje të lira, të drejta, që ndoshta na sjellin diku më lart në vitet në vazhdim patjetër. Gjithmonë është e vetmja mënyrë që ne mund të shprehim vullnetin ton për drejtimin që vendi merr. Në fakt ti kishe edhe diçka për një think tank të vogël më the pak më para në lidhje me këto programet. Po, do me thënë është një think tank në Shqipëri, Altex quhet, edhe në bashkëpunim me një agjenci tjetër, nuk po më kujtohet emri tani, kam punuar për të krijuar një lloj strukture për fizibilitetin dhe sa të arritshme këto programe janë. Kam bërë një analizë kostosh, kam bërë një analizë duke pasur disa kritere se sa të realizueshme janë, duke parë gjendjen aktuale të politikës, të ekonomisë, aspektet ndryshme sociale të vendit, politikat jashtme kështu me radhë. Mund t'i referoheni edhe studimeve të tyre. Unë jodha një sy, po janë tepër detajuara për diskutuar këtu, ne thjesht donim të ndanim pak nga programet elektorale. Edhe shpresojmë që gjithë votojnë me vullnet lirë, edhe me mend në kokë, edhe të shohim çfarë do bëhet pastaj. Ke ndonjë parashikim ti nga zgjedhjet? Tani unë mendoj që pushteti nuk ka për të ndryshuar. Okej, pushteti. Jo, nuk e kam problem të them. I merr 50% plus PS, ha? Mbase edhe jo vetëm, po mendoj që ata është e sigurt që kanë plan B, plan C, mendoj që ata e kanë të sigurt që 71 mandate do i arrijnë, domethënë në një mënyrë apo në një tjetër. Unë do doja shumë realisht që partitë e reja të kenë sa më shumë përfaqësues, edhe pse cilësohen jo të reja, jo kjo, jo ajo, mendoj që ka nevojë. Këtu jam me ty. Do ishte më mirë që këto mandate t'i merresh një qeveri se sa po themi Partisë Demokratike që është në opozitë.
edhe këtë do doja, po që me sa e shikojnë situatën, PS-ja është në pushtet dhe inshallah të ketë përfaqësim te këto partitë e vogla, edhe pse është goxha interesante se edhe pse këto sondazhet mund t'i kenë pozitive apo ndonjë në luatje po i nxjerrin, po themi domethënse, e kuptoj shumë mirë se si ditën e zgjedhjeve ai sondazhi për këto partitë e vogla nuk ka pik vlere. Edhe kjo është situacione politika non e buona. Non e buona. Shofim, këtu ndaj të njëjtin qëndrim me ty, unë shpresoj që të kemi përfaqësi nga partitë e vogla. Do me thënë sikur nga një deputet kënë thjesht për qenë dikush ndryshe aty do ishte mirë. Nuk e di sa do kenë, shpresoj të paktën për një secili. Edhe të shofim. Unë dhe diçka të fundi duhet të shtoja, më ka impresionuar pozitivisht Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, me sa e shikojmë ne nga jashtë, mendoj që niveli i profesionalizmit të tyre duket goxha në rritje, domethënë, edhe mendoj që patjetër ka interesa, ka grupe interesi që gjithmonë përpiqen edhe të deformojnë proceset, po fakti që ata e kanë bërë të qartë legjislacionin, domethënë, dhe që i kanë caktuar qarta shiko se kjo është fushata, kjo është deadline për kandidaturat, kjo është vota e diasporës, mendoj që kanë bërë realisht një punë shumë impresionuese me çka kemi parë më përpara. Edhe ajo është duhet edhe unë të njëjtin qëndrim. Ka pas pak le të themi akuza drejt të dhënave sistemit PR fillimisht, sa ka qenë buxheti për të marrë dhënat e individëve, kush e ka bërë këtë proces, a është encrypted apo jo, domethënë ca aspekte të IT-s që janë me të vërtet me vlerë, absolutisht. Nuk jam njohës i fort i fushës për të thënë diçka, po edhe unë kam pas një impresion shumë pozitiv, le të them. E mbyllim këtu me pozitivitet këtë episod edhe zgjedhje të mbara. Inshallah zgjedhje të lira dhe të ndershme. Mirupafshim. Okej, hajde, mirupafshim.